mund të thotë gjindi në krah me qenë i urtë. Dush me kuptu sakt meselën e gjinëve. Allahu Gjeleshanuhu kalon besimtarët me laçe që e shkruajnë sevapat edhe gjinat, pra në krajin e djathtë, kjo është kraji i djathtë jeme, edhe i kalon me laçe që e ruajnë nga fatkeqësitë. Ka edhe me laçe ekstra që nësa i bën dhikr, po ashtu e ruajnë. Pastaj kemi edhe e gjin. Shejtan që i rrin besimtarit afër edhe këshyrin me nxit ka keqja. Që ky e gjini që të rrin gat edhe të nxit ka keqja, ka harami, ky nuk është i urtë. Ky nuk është i rahatshëm. Ky nuk është i mirë. Përveç të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka treguar Resulullah sallallahu alaihi wasallam që ka thonë gjithë secilin e nxit e gjini shejtani ka keqja. I kanë thonë edhe ty Resulullah, po thot parimisht edhe mu, mirë po e gjini janë thot e ka përdorur në fjalë eslem, ulemajët do kanë përkthy kanë thonë e ka pranuar islamin. Do kanë thonë mlen rahat se e ka pa që s'mund të bëj kur gjë dhe është dorëzuar para meje. Allahu e din më së miri s'është më rëndësi cilla njëra apo tjetra është për qëllim me këtë fjalë pejgamberit. E rëndësishme atij s'ka mund të më bëj kur gjë. Përndryshe nuk ka gjë të urtë, shejtan të urtë që vjen përrin të kryt ty me bën ti keq, sa e detyrën e ka për me të nxit ka keqen. Nuk ka detyrën me thonë ti je djalë i mirë, rrysh me bën haramet. Pra mos e keq kuptoni këtë pjesë.